Ervin Saljani ka zbuluar detaje lidhur me takimin e tij me kreun e Partisë Demokratike Sali Berisha teksa ishte me leje nga burgu. Saljani tha se kryedemokrati i ka thënë se e liruan nga aresti në shtëpi, me kushtin që kryeministri Edi Rama do të qëndrojë në pushtet deri në vitin 2033. Sipas tij, gjykatat janë në drejtimin e qeverisë dhe e liruan Berishën para zgjedhjeve dhe jo atë, pasi sipas tij, Rama e ka patur më të lehtë me kryedemokratin. Berisha më tha që i kam një detyrim Edi Ramës, që të ri në pushtet deri në 2033-shin, sepse mua më kërkuan këtë në momentin që më nxorën nga balkoni. Gjykata e regjimit që më nxori nga balkoni, që pa diskutim i thash që në mënyrë të padrejtë e kanë çuar zotin Berisha në balkone dhe i kanë dhënë masën e arrestit të shtëpisë e padrejtë politike, por ai më tha që ja kam këtë detyrim se gjykatat, meqense i kontrollon regjimin dhe Rama, më kanë nxjerrë nga arresti shtëpiak vetëm disa muaj para zgjedhjeve, ndërkohë që mua më mbajti në burg. Për shembull, nuk më la të kandidoj sepse e kam mundur aty ku kam qenë. Zoti Berisha me sa duket e ka pasur të lehtë edhe këtu, pastaj bëm një diskutim se si na ndihmoj më shumë. A më ndihmoi mua qeveria që qëndrova 10 muaj në burg e nuk më la të kandidoj, tha Saljani. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.